Burri im qëtë gjithmonë mua poshtë, kurse familjen e tij asnjëherë, edhe pse më lëndojnë ata. Nëse të përgjigjem qashtu, qysh ke pyet ti? Pa paragjyku ama se ke nreq pak pyetjen. A kështu ani themi? Këta meshkuj që veprojnë kështu gjithmonë ka drejt nana vetë, gjithmonë ka drejt babaj vetë, gjithmonë kanë drejt motrat e veta. Edhe qotë edhe të banë zullum ose të bërtet më shelegojnë, ti s'din kur gjata din takoj që shtu rrim, mës takojnë qka. Këta meshkuj janë të dobët, nuk janë burra. Po flasë në bazë që asaj ti qka e ke përmend. Nëse ka diçka në muhabet, edhe ti për një me je meritore, për me të kritiku kajher, ajo është muhabet tjetër, mujna me diskutu ma gjatë. A ka drejt burri gjithmonë me mbrojt familjen e vetë? Jo. A ka drejt gjithmonë nusja me i kritiku vjerrit ose motrat e burrit? Jo dhe jo. A kanë drejt vjerria, motrat e burrit gjithmonë me i net në krye nusës? Edhe kjo jo. Sidomos ju këshilloj, ju që e në për familje vjerrije dhe kunata dhe më dha motrat e burrit, mos i rrini shumë nusëve në krye. Duni me kuptu se Allahu Gjeleshan gjithë se cilët i kalon një personalitet, një respekt. Tash nuk do më thamë pse ajo ka ardhe re, 22-3 vjeqare, plus minus, edhe tash me i net në krye, sidomos motrat e burrit. Kjo është një vrejtje madhe për motrat e burrit që mos më net shumë në krye nusëve. Se leni bilen një 10 vitet e para, toleroni nga paka e vetë ju shkon tu familiarizu me atë ambient, pastaj ti shkon nuse, motra e burrit e kanë fjalën. Kur vjen te shtëpia jote të respekton ajo konata se dikur ti e ke respektu ata dhe tash ajo të respekton ty. Nga se shpesh problemet mes vjerës edhe rejas, ose motrave të burrit edhe nusës, është se në fillim të martesës po e presin keq nusën. Pastaj, kur po martohen motrat e burrit, kur po martohen, kur po vjen te vllau, ajo nusja s'pi pret tash mirë, se ajo ka kujtimet 10 vjet ja kanë hangër shpirtin. Tash i bëjnë pyetje hoxhës po na respekton nusja vllavit. Po vallahi tash normal që secili duhet me respektu tjetrin, me pas mirë kuptim, ani ti bën e prizat Zotit, leja, ani mos ja fal ato që ti kanë bërë ty. Lejta Allahu Azza wa Jalla në ditën e Kiametit Zotit se cilët kam ia dhënë hakin e vet. Por na po flasim një familje me qenë ma me mirë kuptim, me kalu ma mirë, burri me gjithë një mesatare, mes prindërve, pa i në qmu prind të vetë, por jo ata tash veç ata gjithmonë kanë drejt, me pas parasysh edhe rrethanat e bashkëshortës.